Intervista javës sjell një personazh që do befalsoni me rrëfimin e tij, detajet do i zbulojmë së bashku. Gazetarja jone ka sfiduar atë personazh që unë këtë herë nuk dua të zbuloj emrin. Kam kur gjoha ankesa shumë mirë, jam i qatë që jam kohën më ma i lumëtër. Unë nuk kohë që ka dalë televizorë mi thonë këto sene. Kohë projekte që ka në lancu shumë shpejt. Buta është një emër i njohur dhe shumë i dashur për publikun. Projektet e tij me tekste eksplicite shpesh paragjykohen e madje dhe kritikohen. Por kjo gjë artistin nuk e shqetëson fare nga se ka dëgjuesit e tij besnik. Nuk është e lellshme incizimi i këngëve, domethënë pjesa e studios nuk është e lellshme hiç, po çfarë është e lellshme është menaxhimi i kohës, domethënë që duhet më mirë me logjistikën e muzikës, kur kemi qit, kur kanë me dol. Çajo pjesë është pak stresuese, po e bëj me qef se që ditë kena prish kështu. Po nuk ka që si jam konë aktiv as gjatë kohës pandemisë, jam konë lancu muzikë, kështu që nuk është ndaj kur gjoha e re për mua. Prej 10 vitësh ka qenë aktiv me koncerte. Buta ndan me shikuesit në zonë momentet kur sheh reagimin e publikut. Ndjeja shumë mirë, nuk është e re për mua pa u do kështu me në malë, po sarë janë që është klovi kështu full nina shumë mirë, do me thonë se është ndjenje mirë. Ndjenje ma e mirë edhe kur del me knu, kështu që tash po presum edhe besoj që kena me kalu mirë edhe unë edhe ata, edhe kejtë. Për shumicën e titujve vendos vetë, teksa rëndësi të madhe kushton edhe vibe të një projekti të ri që publikon. Kumë vendos me qujtë poshtë nalë, se që ajo është pjesë, do me thonë, renditja e fjolli o që është ullë poshtë o nalë. Së më nështë njerë anasjel pas me bo. Nuk kumë dhonë shumë menim për me mjallon titullin, kështu që ja kumë ljonë që është. Artisti nga Ferizaj flet pak edhe për konkurencën. Si ka rritur të mbjetoj në një treg as pak të lehtë, e madje me raste edhe jegër. Nuk kam kur gjohë kundër se cilit artist që a bërë, një sholla veç sa më nalë typin, sholla ju kun kejtë sa më nalë, po muj me full për veti, e për veti muj me thonë që jem kun konsistent, do me thonë nuk e kun ndru, do me thonë vaj evolime në stil tem, po e moj bile atë hekuru dhe në shme thonë, pasha e mund me shku, pak moj tas pak djatë, tas po apet është e njejt atë tërë. A i ka qeni martuar me fjollën, e nga jo martese ka dhe një vajzë e cila u lindë në shkurt të vitit 2024. Qifti përfundoi ndarë duke vazhduar se cili rrugën e vetë. Kam kur gjoha ankesa shumë mirë, jam i qatë që jam kohën më ma i lumëtër, do me thonë, për sa i përket lidhje, për ato edhe e kom vendosë ashtu me vokë. U kry ajo punë mati u kry, kështu që veç unë nuk o që ka dalë televizorë mi thonë këto sene, kështu që. Buta për fund ka zbuluar se së shpejti vjen me Shumë projekte, ko projekte që ka mu lancu shumë shpejt, besoj që ka mu përshë. On the shop, on the ceiling, on the plate. To the core, this ain't that so the fish. The good boy, top on this, you from this.